Zadrima është toka jonë, toka ku kemi lindur e jemi rritur, dhe ku çdo ditë mësojmë, jetojmë dhe punojmë me shumë sakrifica, që familjet tona të kenë një të ardhme më të mirë. Toka e ullinjve, e vreshtave dhe shegave, e fushave pjellore, luginave baritore dhe kodrave të ëmbla, e lumeve të mëdhej e të vrullshëm, e mbrojtur nga lart nga shkëmbinjt madhështor të shitës, kreshtës, shmarkut e sheldis. Toka ku kanë jetuar baballaret tanë, e nënat tona, dhe të gjithë ata breza përpara tyre, për gjenerata e gjenerata. Ata e kanë dashur këtë tokë, e kanë mbrojtur, janë kujdesur për të, e kanë bërë më të bukur dhe na kanë lënë si trashëgimin më të mirë. Sot Zadrima, toka jonë, është e kërcënuar nga shumë armiq, mbeturina të braktisura gjithandej, ndërtesa të reja që janë duke u bërë çdo ditë, pa rregulla e kritere, ndërsa shtëpitë tona antike dhe kullat e vjetra shkatërrohen. Shpyllëzimi, si dhe degradimi i tokës, që e bëjnë edhe më të brisht përballë përmbytjeve e po ashtu edhe zjarret. Nëse Zadrima vdes, do vdesim edhe ne. Do të vdes historia jonë, kultura jonë, traditat tona, identiteti ynë. Kështu do të shkatronim edhe trashëgimin e baballarëve tanë, e nënave tona. Nuk do të kemi më asgjë për t'ju transmetuar fëmijëve tanë. Le ta mbrojmë Zadrimën, le të mbrojmë tokën tonë nga armiqtë e saj, le ta mbajmë atë ashtu sikurse ka qenë në shekuj, dhe ta bëjmë më të bukur fal kapaciteteve që zhvillimi teknologjik na ka dhënë. Kjo është sot detyra jonë. Për këtë ne jemi thirrur sot, gra e burra, vajza e djemë të Zadrimës, të gjithë së bashku, le të bëjmë që kjo të bëhet realitet, duke treguar dashurinë tonë me fakte konkrete dhe jo me fjalë.